Një atentat mafios ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në zonën e Planës në Lezhë, ku është ekzekutuar Gjovalin Prendi, babai i Roan Brahimit. Tragjedia duket se ka goditur 2 herë të njëjtën familje. Roan Brahimi u vra një vit më parë në Greqi, ku ishte kthyer për të festuar Pashkët me bashkëshorten dhe djalin e tij të vogël, pas një periudhe të gjatë në Aratin, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pavarësisht se ishte përpjekur të qëndronte larg vëmendjes së kundërshtarëve, atentatorët e ndoqën dhe e qelluan për vdekje në sy të familjes së tij. Sipas të dhënave hetimore, autorët e krimit e kishin ndjekur për një kohë të gjatë partneren me fëmijën e Brahimit në Greqi, derisa identifikuan vendodhjen e tij dhe e goditën në mënyrë të organizuar dhe të dhunshme. Roan Brahimi, i njohur edhe si Sidorel Prendi, kishte një të kaluar të ngarkuar kriminale dhe prej 3 vitesh ishte larguar nga Shqipëria për t'u shmangur ndjekjes penale dhe konfliktit me grupet rivale. Ai kishte qenë në qendër të disa përplasjeve të armatosura dhe ishte përfolur për lidhje me vrasje të bujshme, përfshirë ato të Brillant Martinajt dhe tentativën për eliminimin e Ylli Brakimit në vitin 2022. Ngjarjet që detyruan të largohej nga vendi nisën në vitin 2014, kur në një atentat të përgjakshëm u vran 2 kushërinjtë e tij, Flodian Dresa dhe Taulant Prendi, ndërsa një tjetër, Aurel Prendi, mbeti i plagosur. Më pas në vitin 2020, lokali i babait të tij u qellua me armë nga persona të pa-identifikuar, por fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Në vitin 2021, Roan Brahimi u shpall në kërkim nga policia shqiptare pasi dyshohej për pjesëmarrje në një incident të armatosur në një lokal në Zejmen, se bashku me 2 persona të tjerë kishte terrorizuar klientët në kërkim të pronarit. Autoritetet shqiptare dhe ato greke janë dëshmë të angazhuara në hetime të thelluara për të zbuluar autorët dhe porozituesit e këtyre atentateve, të cilat duket se kanë lidhje të ngushtë me konflikte të vjetra dhe përplasje kriminale të ndjerit Brahimi. Ndërsa familja e tij po përjeton një tjetër humbje të rëndë, ngjarjet e fundit i rikthejnë vëmendjen publike për plasje së gjatë dhe të përgjakshme mes grupeve rivale, ku hakmarrja vazhdon të jetë një prej motiveve kryesore për krimet mafioze në vend dhe jashtë tij.